Apo mendon Areni që është u ardhur fundi i Albin Kurtit? Jo, ka kohë dhe pak. Ka kohë dhe pak. Bajegi ka kohë, ku të bajegi mos ta marrim në 3-40 vjetë, se jemi në një vend ku qeveriset me trashëgimi dhe me dekada nga një person. Po, kur thonë është gjatë se ne paraprakisht e presim një ballafaqim, edhe një ballafaqim me Serbinë, edhe një finale të Serbisë, dhe profili politik që do t'i printe Kosovës në këtë periudhë kohore, më i miri është Albin Kurti, sepse narrativën e konfliktit me Serbinë, më së miri ai mundet me realizu në favor të Kosovës dhe të ndërkombëtarëve, dhe faktorin ndërkombëtar, kuptohet. Ti po don me thonë që Albin Kurti është në agjend për ta shti Kosovën në luftë sërish? Jo, Albin Kurti është në agjend për ta ngacmu Serbinë. Okej, kështu ta themi. Po, okej. Me ngacmu Serbinë duke e shtri sovranitetin e Republikës Kosovës në cepëm cep të Kosovës. Kjo është, në thojza, provokim i Serbisë që ata pastaj do të reagojnë dhe pritet të reagojnë, sidomos pas këtyne zgjedhjeve lokale. Neve dronët paraprakisht na erdhen para zgjedhjeve lokale, dronët të cilat kanë pas me ardhur 3 muaj më vonë. Kjo të paktën ishte deklaratë zyrtare e qeveritarëve tonë. Se dronët të cilët erdhen kanë pas me ardhur 3 muaj më vonë, por erdhen tani. Pra është një mozaik, pjesëza të mozaiku të cilat unë i lidh dhe dal me deklarimet e mia, pra është analizë se dronët nuk erdhen para se me u bë ndrimi i komandës së KFOR-it. Okej. Erdhë komandanti general majori turk, zoti Ulutash, cilin kom pas nderë më u taku mandatin e parë. Mandej erdhën dronët, erdhë dhe një arsenal shtesë tjetër, që nuk është për publik. Ushtrimet janë kry paraprakisht në Turqi, edhe një pjesë në Kosovë. Edhe mandej unë bajtën zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale neve na prodhuan një realitet ri në Kosovë. Cili është realiteti? Realiteti i ri në Kosovë është kthimi i pushteteve lokale në duart të listës serbe